Nuk më intereson të jem politikisht korrekte dhe dua ta them realisht atë çfarë mendoj. Shumica e çunave që ankohen se gocat i duan vetëm për lekët, janë ata çuna që nuk kanë lek. Domethënë, kjo është kryesisht ata çuna që ankohen. A keni parë ju ndonjë çunë që ka realisht lek të thotë që këto gocat gjitha sot janë bërë lekiste gold diggers? Unë mendoj që çunat që kanë lek dhe i kanë lek që i kanë arrit me punë, nuk merren me goca që takojnë në këto lokale të çuditshme dhe i kërkojnë të paguajnë qeran. Absolutisht. Sepse statusi shkon te statusi dhe stadi shkon te stadi. Por nëse këto janë, nëse flasin për ata çuna që shkojnë punojnë lavazh në Angli, edhe bëjnë lek që t'i harxojnë në verë në jug, normalisht me këto do pleksen. Këta pse duhet ankohen nëse ti djali dashur vjen në Shqipëri nga ku diun, Anglia, Hollanda, Belgjika, whatever, hajde nga të duash, vjen në Shqipëri, shkon tek Folia, merr një makinë me qira, super makinë, merr një Lamborghini dhe shkon te Folia dhe ti pastaj ankohesh që ty gocat po të marrin po të shohin për lek, çfarë problemi ka? Ti vet po ja ofron, është ajo që the ti. Po pra dhe unë mendoj që këta lloj meshkujsh janë meshkuj aq inferior, me aq shumë pak vetbesim te vetja e vet, sa mendojnë që mund të blejë një femër me lekë të çanta. A ka femra që blejnë me lekë të çanta? Po ka. Unë jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale Al dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.